Këtë ligj do ta monitoroj trupi koordinativ, i udhëhequr nga zëvendës kryeministri shqiptare, nga ekspert juridike, nga ministra, nga qeveria, dhe do të krijohet brenda 6 muajve metodologji e cila do të merret me shpërndarjen e punësimeve dhe metodologjinë se si do të bëhen punësimet në administratën publike dhe me këtë mekanizëm do të rregullohet me këtë metodologji do të rregullohet mirë edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në çdo institucion të shtetit, edhe në ato institucione kur ju e dini se ka edhe institucione që deri më sot nuk kemi të punësuar asnjë shqiptar. Është me rëndësi se kjo metodologji nuk do të bazohet mbi termin 25%, por do të bazohet mbi regjistrimin e fundit të popullsisë, që janë normalisht mbi 20% dhe ajo që është me rëndësi është se sa më shumë që ngritet numri i shqiptarëve në regjistrimin e popullsisë, aq më shumë do të hip edhe përqindja e shqiptarëve në institucionet dhe punësimet në administratën publike. Një gjë që është shumë me rëndësi, që nuk e kishim deri tash me balancuesin, është se tek kjo metodologji, te ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat, do të jenë të parapame edhe avancimet. Pra nuk do të ketë më, siç kemi parë deri më sot, 20 vite në qeverisje BDI, ne kemi ende bashkëpunëtor të ri që ka hyrë punë nga viti 2010.